që t'i themi gjërat si janë. Të katëra këto marrëveshje natyrisht reflektojnë edhe përmbushje të detyrimeve dhe standardeve nga ana e palës shqiptare dhe pa më të voglin diskutim krijojnë një hapësirë të re edhe financiare po duash, edhe fiskale, edhe konkurruese për gjithë ata operatorë ekonomik ose jo, mbi të gjitha të rinj. Njerëz që operojnë me shoqërinë civile e kështu me radhë, administratat patjetër, që të vendosin një standard tjetër në marrëdhënie, jo vetëm me qytetarin, po edhe me ekonominë europiane. Marrëveshja me Francën natyrisht reflekton një marrëdhënie që nuk ka qenë kurrë midis Shqipërisë edhe Francës. Niveli i marrëdhënieve, jo vetëm në aspektin politik, po mbi të gjitha në aspektin ekonomik, është i tillë që të shtyn, jo vetëm përpara sa i takon aspektit politik, po mbi të gjitha atë ekonomik. Sot Shqipëri ka investime të drejtë për drejta franceze. Ashtu si Shqipëria është e hapur ende, akoma dhe më shumë, po prapë për investime franceze në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë saj, siç është edhe energjia. Dhe me që jemi këtu sa i mirë, më vjen ta them që impjanti më i madh i prodhimit të energjisë elektrike nga dielli, jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, është eksaktësisht në kufi midis Divjagës dhe Lushnjës. Ose midis Divjagës, Lushnjës dhe Fierit, po deshe sa i mirë. Kështu që unë mendoja, edhe shpresoja shumë që atë shenjë që investimet franceze të drejtë për drejta e kanë vendosur me një prej kompanive tyre më të mëdha, e katërta në Francë, në territorin tonë përbashkët, domethënë, ta vlerësoje, ta çmoje apo të shtynte që ta votoje këtë marrëveshje. Ajo që unë kërkoj sot nga qeveria e Republikës Shqipërisë në raport me Republikën e Francës, natyrisht që është marrëveshja për njohjen e sigurimeve shoqërore të gjithë atyre shqiptarëve që punojnë në Francë. Nëse me Gjermaninë e kemi këtë marrëveshje, do duhet që të shtyjmë fort përpara që kjo marrëveshje të bëjë më të mirën e mundshme për ata djemë, vajza, burra e gra që prej vitesh punojnë tashmë në territorin dhe kontribuojnë ekonomikisht në territorin e Republikës Franceze. Ndërkohë që për 3 marrëveshjet e tjera, patjetër që është e njëjta logjik, por kësaj radhe është rrirë në territor, mua më vjen mirë që të gjitha qarqet, duke filluar nga Lezhë, Shkodra, qarku i Kukësit, i Dibrës, i Elbasanit, i Korçës, përfshihen në një mundësi të tillë ekonomike edhe financiare për të konkurruar e për të zhvilluar në ato aspekte që parashikon marrëveshja. E vetmja gjë që kam po përsëri se janë vende të cilat u prekën gjatë javës si shkoj nga rregullat e reja të Bashkimit Evropian, veçanërisht nga rregullat e reja në lëvizje. Thuajse për 7 ditë me radhë nga territori për cilin foli edhe zoti Manja pak më herët, nuk doli as edhe një produkt bujësor shqiptar. Për shkak se rregullat e reja të lëvizjes brenda afatit 90 ditor preku gjithë kamionistët dhe për fat keq ne që operojmë me kamionistë huaj, kryesisht Maqedonas, Malazez, Bosnjak, ngelëm me produkte në tokë apo me produkte në magazina. Që do të thotë, do duhet që vendet tona apo vetë BE-ja të ketë parasysh faktin që rregullat e saj mos penalizojnë jo vetëm lëvizjen e lirë të njerëzve, po mbi të gjitha lëvizjen e lirë të madhrave. Dhe me që jemi në këtë pikë, duhet bëhemi gati që kjo mos ndodh. Në momentin që fillon fluksi turistik, edhe ne kemi nevojë për qarkullim të lirë të njerëzve, të madhrave, e mbi të gjitha edhe të krahut të punës. Në anë tjetër, besoj që është momenti, dhe këtu po përsëri duhet t'i apeloj qeverisë tonë, është momenti që ne të ndërtojmë një operator të transportit, po një operator kombëtar shqiptar, që mos cënohen zinxhirët e furnizimit apo zinxhirët e eksportit në momentin që ndodh një ngjarje e tillë si ajo që ndodh. Kufit u mbyllën, kamionistët hynë në grevë dhe malli apo prodhimet bujësore kryesisht që nuk durojnë, mbetën
në fusha apo edhe në magazina. E fundit gjë që dua të them është, po e përsëris edhe një herë, më vjen shumë mirë që të gjitha këto qarqet në hapësirën veriore, veri lindore, jug lindore dhe qendrore të Shqipërisë, siç është Elbasani, përfshihen në marrëveshje të tilla, marrin një hapësirë të tillë financiare për të konkuruar me projekte konkrete që shkojnë në ndihmë të operatorëve ekonomik, të operatorëve shoqërisë civile, të administratave vendore, pra të zhvillimit rajonal në tërësi, por ajo që më bën përshtypje është që Tirana është gjithmonë e më jashtë. Dhe ky është një problem shumë i madh.